Në derbin e javës, klubi futbollistik Arsimi nga Çegrani ndau pikët me liderin e tabelës në ligën e dytë. Makedonia Gjorçe Petrov nga Shkupi gjithsesi ndeshja u mbyll pa gola. Arsimi e dominoi gjatë gjithë kohës skuadrën mysafire, megjithatë fati sportiv, si shpreh edhe vetë trajneri Vildan Saliu, nuk ishte me ta. Por Saliu shpreh i kënaqur me rezultatin e sotëm dhe nga loja e futbollistëve të tij të besuar në këtë përballje shumë të rëndësishme. Ne ishim të vetëdijshëm se do të jetë një përballje shumë e vështirë, për shkak se kundërshtari i Makedonia Gjorçe Petrov është një kundërshtar i përgatitur mirë, sigurisht u kthei prej ligës parë, tash dëshiron të kthehet përsëri, ka lojtar shumë cilësor. Ne ishim të vetëdijshëm për këtë situatë. Por sidoqoftë dënjare dhe fati sportiv ta kthen shpinën, besoj se sot ekipi im ose djelmoshat tonë dominuan ndeshjen, do të thotë kemi pas posedim, qarkullim, kemi krijuar 3-4 shansa shumë të bukura, sepse futboll nuk mundesh të krijosh 10 shansa me dhënë një gol. Sidoqoftë unë jam shumë i kënaqur për angazhimit, disiplinës lojtarëve, dëshirës që kishim, dënjare që nuk mjafton, dhe në fati sportiv ta kthen shpinën, por sidoqoftë edhe ky rezultat është shumë i favorshëm për ne. Na ka ngel tash edhe një përballje në ndeshjen e fundit kundër Vardar Negotinës, ku do t'i japim maksimumin dhe shpresojmë që me atë edhe do ta vulasim inkuadrimin tonë në ligën e parë. Shpresat nuk i kemi humbur, shton mëtej Saliu dhe uron që në girën e fundit kundër skuadrës së Vardarit nga Negotina të shkruhet historia dhe Arsimi të inkuadrohet në elitën e futbollit vendor. Po, shpresat menden edhe, po besoj se gati 90% jemi shumë të vetëdijshëm, shumë të sigurt se kjo Arsimi sezonon që do të jetë në ligën e parë. Kështu në vigjilje të Gjiros së fundit, Makedonia Gjorçe Petrov mbetet lider në ligën e dytë me 64 pikë, Arsimi me 62 dhe Bashkimi me 60, i cili ka një ndeshje më pak atë të paregjistruar me Kozhufin. Rikujtojmë se dy të parat në tabelë shkojnë direkt në ligën e parë, kurse skuadra e tretë do të luajë balotazh për të inkuadruar në elitën e futbollit. Në girën e fundit do të luajnë Vardari nga Negotina me Arsimin, Bregallnica me Bashkimin dhe Makedonia Gjorçe Petrov me Bellasicën. Ndryshe, stadiumi i qytetit të Gostivarit sot ishte i stërmbushur me tifoz, ndërsa para fillimit të ndeshjes në fushën e Gjelbër performoi shoqëria kulturore artistike Ai Hasani, e cila solli një performancë të bukur kulturore dhe artistike.